Çfarë do të thonë vdekja në gjumë? Nëse ndodh që njeriu ndron jetë në gjumë, nuk do të thotë se ky njeri pra i cili ka ndëruar jetë duke fjetur ka qenë njeri i keq apo ka qenë njeri i mirë. Ajo që tregon për njeriu është vepra e tij, si ka qenë para se të flejë gjumë. Dhe duhet ta dim se njeriu pra kur ndëron jetë, aty e ka pas caktimin. Aty ka qenë xheli. Pra dikush i është caktuar që ndroj jetë duke fjetur. Ashtu ndron jetë. Dhe Zoti i gjatësisë na tregon në Kur'an, siç kuptohet prej një ajeti, se kur i vjen atyre e xheli, pra caktimi, nuk vonohen asnjë çast, as nuk ndodh para, pra kështu kuptohet prej ajetit. Kështu që ndodh që njeriu i është caktuar të ndërojë jetë në gjumë. Por profeti alayhis salam na mëson një lutje që nëse njeriu e bën para se me fjet gjumë dhe ndodh që ndëron jetë, pra në gjumë, ndëron jetë në natyrshmëri. Pra ndëron jetë si besimtar, si musliman. Dhe po ashtu, para se me flet gjumë, para se me e bë këtë lutje, pra me marr abdes ashtu siç merr për namaz. Pastaj kur të flesh, me fjet në krahun e djathtë dhe me e bë këtë lutje. Kjo është lutja. Pra, bëje si lutje, e lutim Allahun e lartësuar që kur të ndrojmë jetë, pra duke qenë Zoti i gjatësisë i kënaqur me ne. Et na mundësoj të gjithëve xhenetin. Amin.